Drita, en-nur. Gjejmë në Kur'an, Allahu është dritë, ndriçues, udhëzues i qiejve e i tokës. Shembulli i dritës së tij i ngjason kandilit të vendosur në një zgavër të errët. Kandili gjendet brenda një qelçi, si të ishte yll flakëruese që ndizet prej vajit të një druri të bekuar, prej ullirit që nuk mund të quhet as i lindjes e as i perëndimit. E vaji i tij ndriçon pothuajse edhe pa e prekur zjarri. Dritë mbi dritë, Allahu udhëzon nga drita e vet, atë që do ai. Allahu sjell shembuj për njerëzit. Allahu çdo gjë e di shumë mirë. En-nur 35. Allahu është dritë. Ky është një emër dhe atribut i tij. Ai është drita e qiejve dhe e tokës, dhe drita që ndriçon zemrat e besimtarëve. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thoshte: "Velloja e tij është dritë. Sikur ta hiqte atë, lavdia e fytyrës së tij do të flakte çdo gjë në krijim që përshkon shikimi i tij." Drita e Allahut edhe drita e krijuar. Drita e krijuar është dyllojshe. Ka dritë fizike, siç është drita e diellit dhe e yjeve, dhe ka dritë abstrakte, siç është drita e dijes dhe drita e besimit që ndriçon zemrat. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam lutej me lutjen vijuese: "O Allah, vendos dritë në zemrën time, dritë në sytë e mi dhe dritë në dëgjimin tim. Më rretho me dritë në të djathën dhe në të majtën time, lartë dhe poshtë meje, para dhe pas meje. Maksimizo dritën që kam." Disa komentues të Kuranit frazën "Allahu është dritë, ndriçues, udhëzues i qiejve i tokës" e kanë interpretuar në dritën e faktit se Allahu është krijuesi dhe origjindhënësi i dritës. Sidoqoftë, qasja më e mirë është interpretimi i ajetit fjalë për fjalë, si përcaktimi i emrit dhe atributit të Allahut. Kjo është konfirmuar edhe në Sunnet, se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thoshte: "Ti je drita e qiejve dhe e tokës, dhe gjithçka e ata përmbajnë, dhe ty të takon për lëvdimi."